فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. Por çudia më e madhe je ti vet o Fawaz, ndërkohë që pretendon si nxënës i Sheikh Ahmed an-Nejmit dhe Sheikh Zeidit rahimahumullah. Nuk mund ta imagjinoj une kur që këto veprime, gazetari, lajme, thashetheme dhe hamensime ti kesh marrë nga ato dietar kolosal, të cilët i kaluan tër jetët e tyre në kërkimin e dijes dhe në dhënien e saj. Librat e tyre, ligjëratat e tyre janë të pastra nga këto që ti po angazhohesh dhe i angazhon selefit me to. Është e lehtë të thuash unë jam nxënës i filanit, por njerëzit presin frytet e asaj që ke mësuar. Ata dietar ishin shembull në seriozitet, punë dhe dije, ndërsa ti e bër shembull në largimin e selefive nga dija dhe në angazhimin e tyre me lajme, gazetari dhe hamensime. O Fawaz, mos u mashtron nga lajkat në Facebook. Ato nuk të sjellin dobi. Kthehu në rrugën e drejtë dhe pendohu tek Allahu. Kjo është më e mira për ty dhe për ata që të ndjekin. Ti e ke kaluar të 50 në moshë dhe po i afrohesh të 60-tave. Të këshilloj sinqerisht të angazhohesh me atë që është brenda mundësive të tua dhe me atë që të sjell dobi ty, familjes sate dhe muslimanëve. Dhe i them, o Fawaz, la an takuna dhanaban fil haqq khairun laka min an takuna ra'san fil batil. O Fawaz, të jesh bisht në të vërtetën është më mirë për ty se sa të jesh kokë në të kotën. Sepse me këtë rrugë po e dëmton veten dhe po i gëzon hizbit, a nuk sheh, a nuk dëgjon. Me këtë rrugë domethënë, që ai e ka nisur dhe e ka fillu, e dëmton, e shkatron veten e tij dhe në anën tjetër domethënë i gëzon hizbit. Dhe i kanë gëzu, domethënë me pa internetin, shkrimet e musafikave, e hadadive, e halebistave, po gëzohen tash. Po gëzohen me këto hamensimet dhe shpifjet e Fawazit që u abon kundër dietarëve selefi. Po gëzohen. Unë nuk e di domethënë na ku janë të shku këta njerëz dhe me çfarë logjik. Nuk kaluan as 6 muaj nga vdekja Imam Rabias rahimahullah dhe ti bashkë me Nizarin dolet kundër atyre që Imam Rabia na kishte porositur të kthehemi. Dolet me akuza pa argumente, me hamensime, paragjykime dhe keqmendime. Zgjohuni, kë po i shërbeni me këtë rrugë. Po ta kujtoj një fakt historik, ndoshta të bën dobi, shpresoj. I them, pas vdekjes së Imam el-Albanit rahimullah, dolën Halebiu Selimi Meshhuri. Shikoni ku përfunduan. Pas vdekjes së Imam Muqbilit rahimullah, doli Abul Haseni, pastaj ma vonë doli Haxhuri e pas Haxhurit dhe Muhammed el-Imami. Shikoni ku përfunduan. Dhe doli Ibn Hadi, kur mendoj se Imam Rabia rahimullah nuk do të kthehej më i gjallë në Medinë. Shiko ku përfundoi. Merrni mësim dhe mësoni nga ata që ishin para jush, që të mos përfundonin në koshin e plehrave të historisë. Në fund, i them Fawazit dhe ata që janë me të, me plot përgjithësi ja them, feja e Islamit nuk ngrihet dhe nuk përhapet me shpifje, as me manipulime, as me gënjeshtra, as me dembelizëm, as me angazhim me lajme dhe gazetari. Nëse vërtet dëshiron të mirën për Islamin dhe muslimanët, atëherë kthehu në rrugën e dietarëve përmirësues. Muslihun. Ulema el-muslihun, do thonë dietarëve përmirësues. Nëse do më thonë ky të mirën për Islamin dhe për muslimanët, atëherë le të kthej domethënë te rruga e dietarëve përmirësues. Te rruga e atyre që ka mësuar, që pretendon se ka mësuar tek ata. Le të kthej domethënë, ajo është më e dobishme për to dhe për muslimanët se sa mi angazhu selefit dhe mi shpërqendru selefit domethënë me hamensime, me paragjykime dhe me mendime të këqija kundër dietarëve selefi.